Një goditje në tru, një atak në zemër që për publikun u njoftua si një problem i thjesht mostretjeje. Kolera apo pneumonia, gripi spanjoll apo tentativ për vrasje. Lajmi se presidenti Trump rezultoi pozitiv me COVID-19, ktheu edhe një herë shikimin nga e shkuara, me listën e gjatë të presidentëve që kanë patur betejë të forta me sëmundje të rënda gjatë viteve të presidencës. Disa prej tyre këto beteja i humbën. Sipas The New York Times, gjatë ditëve të para Trump ka patur temperaturë dhe koll, ndaj u nështrua testeve të tjera për shëndetin e tij në qendrën mjekësore ushtarake Walter Reed. Por le të kthehemi pas ndër vite. 4 presidentë amerikanë kanë humbur jetën për shkaqe natyrale gjatë ushtrimit të detyrës, ndërsa 4 janë vrarë. Ka patur presidentë që kanë humbur jetën nga goditje cerebrale, atak në zemër apo sëmundje të tjera të rënda. Disa jetuan për muaj me radhë, të tjerë humbën jetën krejt papritur. Në vitin 1841, William Henry Harrison, presidenti nënt amerikan, humbi jetën nga pneumonia, pas vetëm 32 ditësh në krye të shtëpisë së bardhë. Vetëm 16 muaj pasi ishte betuar si presidenti 12 i Shteteve të Bashkuara, Zachary Taylor humbi jetën nga kolera në moshën 66 vjeçare. Taylor kishte festuar 4 korriko në Washington DC dhe me të kthyer në shtëpi u ndje keq, ndërsa mjekët thanë se presidenti ishte sëmur nga kolera. Woodrow Wilson ishte në Paris për të negociuar një marrëveshje që do t'i jepte fund luftës së parë botërore, kur u sëmur nga gripi spanjoll më 3 prill 1919. Ai arriti të mbijetojë gripit, por pas 6 muajsh u sëmur sërish dhe pësoi goditje cerebrale, që e la pjesërisht të paralizuar. Bashkëshortja e tij bëri të pamundurën që presidenti Wilson ta çonte mandatin deri në fund. Në vitin 1923, skandali pushtoi Shtëpinë e Bardhë, pasi presidenti Warren Harding u gjet i vdekur në një dhomë hoteli në San Francisco. Bashkëshortja e tij Florence kërkoi menjëherë autopsin, prej së cilës rezultoi se Harding kishte pësuar goditje në tru në gjumë, por gati një shekull më vonë mjekët thonë se ai vdiq nga zemra. Franklin Roosevelt humbi jetën për shkak të një goditje cerebrale, ndërsa shëndeti i tij ishte përkesuar ndër vite, teksa vetë presidenti, familja dhe stafi e kishin fshehur gjatë faktin se presidenti kishte probleme në të ecur. Pas tij presidenti u emërua Harry Truman, qill të cilën ai e injoroi. 9 muaj më pas pësoi një tjetër infarkt. Gjithsesi ai arriti ta çojë deri në fund mandatin e tij në krye të Shtëpisë së Bardhë. Lajmi për presidentin Donald Trump u cilësua si kërcënimi më serioz për një president që i shërben Shteteve të Bashkuara, që pas atentatit për vrasje të presidentit Ronald Reagan në vitin 1981. Ai ishte nënshtruar më herët edhe 3 operacioneve për tumor dhe para fundit të mandatit, mjekët thonë se kishte nisur të shfaqte shenjat e para të Alzheimerit.